Ne kemi përpara sot fatkeqësisht një sistem që ka kapur tregun, ka shkatruar meritokracinë, ka rrëzuar konkurrencën, ka ngritur monopole me ligjet miratuara nga ky parlament, një ekonomi që nuk ecën sipas rregullave të tregut e rregullave të kapitalizmit, por sipas kodeve të patronazhit politik. E kjo u vure më mirë te të gjitha tenderat e dhëna nga ish zëvendës kryeministrja, që sot duhet ishte në fakt e dorëhequr për t'i hapur rrugë drejtësisë. Shikoni lejet e ndërtimit, shikoni buxhetin e koncesioneve, kontratat e PPP-ve, që ndahen në tryeza të mbyllura e fituesit përcaktohen me mesazhe. Ky nuk është modeli ekonomik i një vendi që aspiron Europën. Është modeli i një ekonomie klienteliste që kërkon të mbajë në kontroll çdo gjë, përveç të ardhmes qytetarëve, ndarjen e fondeve publike, po njëkohësisht edhe strukturën e ekonomisë. Prandaj Shqipëria e vitit 2030 që socialistët sot reklamojnë si destinacion europian, në fakt është një vend pa kapitalizëm, i koncesionuar deri në palë, si korruptuar deri në esencë, i pandershëm me shumicën e qytetarëve, ku torta e madhe e pushtetit ndahet çdo vit me copa për një grusht njerëzish.